Edhe një herë dua ta ritheksoj qëndrimin tim lidhur me domosdoshmërinë e mosërimit të parimit themelor të ruajtjes së balancës mes pushteteve kushtetuese në Republikën e Shqipërisë. Edhe një herë dua ta theksoj se ankimimi që kam bërë në gjykatën kushtetuese nuk është një betejë politike, nuk është as një kundërvënie ndaj drejtësisë, nuk është as një presion mbi çdo qoftë, përfshirë edhe këto shpjegime të cilat janë të domosdoshme për ata që më kanë besuar privilegjin e udhëheqjes të këtij vendi. Por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, të parlamentit nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejtë për drejtë fjalës dhe krejt i panjohur në Europë dhe në krejt botën demokratike. Ky veprim që de jure quhet pezullim, por de facto është nënshtrim brutal i ekzekutivit, sjell për ditë pasoja pas pasojash. Arsyeja pse unë ndaj disa shembuj me publikun është për të kuptuar deri në fund se çfarë ka ndodhur, çfarë po kalojmë dhe çfarë po përpiqemi dhe po përpiqem të bëj përmes adresimit të kësaj problematike befasuese dhe të befasishme në gjykatën kushtetuese. Dhe të ndaj jo vetëm pasojat, po dhe dëmet që mund të bëhen të pallogaritshme. Ja për shembull, janë vendosur në arrest shtëpie drejtori i ARSH-s, drejtori i Keshit. Nuk ka asnjë rëndësi se si mendoj unë arsyet e këtyre dalimeve, se kjo është punë e prokurorit dhe gjykatës. Për sa kohë, siç kanë konstatuar me shqetësim më shumë se sa njëherë autoritetet e Këshillit të Evropës, paraburgime dhe arreste të shtëpisë pa gjyq janë bërë, si thua, buke djathtë në Shqipëri. Por fakti është se ata nuk hetohen në gjendje të lirë. Dhe kështu, cila është pasoja? Pasoja është se lihen pa kokë edhe dy institucione të tjera kyçe për vendin, të cilat mbulojnë infrastrukturën kombëtare të rrugëve dhe infrastrukturën kombëtare të energjisë. Mirë po, pse kjo pasojë tani është e lidhur drejt për drejt me pezullimin? Dhe pse kjo pasojë tani bëhet e pariparueshme? Për sa kohë, pezullimi jo vetëm antidemokratik, po dhe alogjik i një antari të kabinetit e bën pamundur zëvendësimin e tyre. Pasi ligji nuk ja jep askujt tjetër përveç autoritetit ekskluziv të ministrit edhe të drejtën e këtyre emërtesave. Kaq e thjesht është pse ministri nuk mund të pezullohet si të ishte një funksionar publik i çfarëdo lloji niveli tjetër. Ka një devizë, ne e kemi ndjekur si postulat, mos ndërhyjnë punët e drejtësisë. Por nga tjetër, kjo ndërhyrje brutale në trupin e qeverisë është një këmban alarmi që duhet dëgjuar deri në fund për të mos u përsëritur më kurrë. Dhe kështu, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe duke rivendosur në pozicionet kushtetuese njëri tjetrin, ndihmojmë Shqipërinë, ndihmojmë konsolidimin dhe modernizimin e shtetit shqiptar. Dhe tani është momenti i letrave të episodit të 9 si fillim. Fran Palokaj, jam sipërmarrës dhe iniciator i një projekti strategjik për zhvillimin e industrisë mikroragave në Shqipëri. Për vitesh punoj me teknologjitë e kultivimit dhe përpunimit të mikroalgëve në Europë. Pas reformës të sektorit bujqësisë në vitin 2008 që bëri Komisioni Evropian, prodhimi i proteinave dhe varreve të pangopura omega me origjinë bimore dhe reduktivi i ndikimit mjedisor bën udhërfyes për bujqësinë moderne. Që nga ajo kohë unë dedikova kësaj lamie, ëndra ime që me kohë ishte të sjell teknologji të reja në Shqipëri nga Holanda, ku ndërtova një eksperiencë prej 40 vitesh. Nëse e kapët nuancën lami, do keni kuptuar edhe që Fran Palokaj është nga Kosova. Fran, mirë se erdhe.
ndërkohë që letra tjetër është e Alex Shtrezit nga fshati Kovashic i Shupenzës në Dibër. Prej vitesh menaxhoi një fermë trofte ku janë përkushtuar në mënyrë të vazhdueshme për ta kthyer këtë aktivitet në një model qëndrueshëm bujqësor dhe turistik për zonën. Dhe aktualisht po punoj në 2 drejtime kryesore, rritjen e cilësisë dhe kapaciteteve të rasadit troftës, me synim rritjen e prodhimit dhe standardeve, dhe ngritjen e një bujtine pranë fermës, e cila do të krijojë një hapësirë mikpritëse për vizitorët dhe do të gjenerojë zhvillim të mëtejshëm ekonomik në zonë. Ja dhe Aleksi, mirë se erdhe. Faleminderit. Aleksi dhe Frani nuk njihen, por siç ndodh shpesh në këtë tryezë të podcastit flasim, njerëz nga rrugë të ndryshme të jetës bashkohen si në një udhkryq ku lidhen eksperiencat e punës, eksperiencat e ëndrave dhe ambicieve për të bërë sukses dhe patjetër eksperiencat e suksesshme që sipas gjitha gjasave do të bëhen edhe më të suksesshme. Dhe unë jam vërtet i privilegjuar që të merr mundësia që me këtë rast këtyre shqiptarëve të zakonshëm që bëjnë gjëra të pazakonshme të bëj edhe reklamën falas. Faleminderit. Atëherë, Fran, po e fillojmë nga ty. Ti ke investuar tani më në Durrës, në përpunimin e algave, dhe ke lindur në një fshat afër Pejës. Po, në Gjyrakovc, komuna i Stogut, ke trofta. Aleksi njeh. Na e thuaj pak se si ka vazhduar jeta jote mbasi linde në atë fshat afër Pejës. Interesant. Unë shkollën fillore përfundova në Gjyrakovc. Dhe ke studiuar në Prishtinë, po masterin e ke kryer në Zagreb. Zagreb dhe Rotterdam Erasmus. Në 84-shin. Po. Në 81-ën ndryshoi sistemi edhe ne ishim ajo gjenerata e demonstratave dhe situata nuk shkonte mbar dhe ne nuk u dorëzuam. Fillum në rrugë për Kosova pavarur, sot kemi për Kosovën pavarur, nuk ka qenë rrugë e lehtë, rrugë e gjatë. Po, fati deshti ashtu që unë të jetoj në Hollandë, se nusi eshen nga Hollanda. Holandeze? Holandeze. Dash në Lubon në Pej. Në Zvicër, isha student. Pastaj kur ktheva në Kosovë, biletat ishin shtreta me udhëtu ke nusja në Hollandë, do më dasë në Pej. Patëm një 20 musafir nga Hollanda, po erdhen informata që nuk kemi dëshirueshëm për pushtetin, do desht, i thonë nusjes po ikim për Hollandë. Zemët të kemi nejtë. Kosovë, situatat ekonomike. Edhe prej të qartës që në kam përfundur vlamë 20 vite. Çfarë tha njerëz të nusës pa i zotin, kur erdhën ndazëm do jenë marrnit? Dasëm, spiks pari, patëm probleme priftin, s'do i keme në Komor, të ke Amsterdami, droga, prostitucionit, të shko, sot nikë, dashni. Që që desh me shku të i pari, i priftit e i peshme, në allonë vullën, edhe... Pash zotin, prifti tha nuk e... shumë... Si duk nusja në regull për qurnin, do. Po, pastaj ishte pa përgjithshëm për mu me qëndru në Kosovë, i thash nusis... Po dasmën të ata u... fascinu, a ishte dasëm 10 ditë. E fuqishme. Erdhen me karavane, po pati krisma, se unë një... Jo, ishte koha kur nuk ishte krisma, po e patë flamurin shqiptare. Kurse në Hollandë përfundova, nuk isha mujtë e parë, nuk isha i knaqën, isha pak knaqën, u largoha kundër dëshirës, fam. Po prapë se prapë, thash, okej, tani je këtu, tani integrosh, mbyll dhe gojën dhe puna. Vazhdova një vjetë post-graduate studies në Rotterdam, te krahasoj pak çka ka mësuar kam perëndim ndryshe nga ne. Edhe njëjtë vit hapa kompaninë time të parë dhe ja kam mësuar shumë. Kompania e parë ishte Panairet,